ju e keni parë që të gjitha rrugët po çojnë drejt një deformimit procesit, në vend se të kishim një marrëveshje politike që do të sillte një emër të presidentit. Ne kemi tash një thirrje të një seance që është një tentativë për një farsë ose improvizim të një seance me gjëja se po diskutojmë për presidentin. Vërtet është fatkeqësi sepse në vend se të kishim një emër konsensual ose me marrëveshje politike dhe të kishim një votim, të kishim një president, ne sot kemi vetëm improvizime të seancave dhe kjo është për t'i ikur përgjegjësisë dhe është një tentativë për t'u tallur me qytetarët. Në dukje të jashtme për t'u dukur se po diskutojmë për presidentin, ndërkohë për të mos realizuar të drejtën për të pasur një president. Kjo veçsa e thellon krizën edhe nuk sjell asnjë zgjidhje edhe përdoret më shumë për propagandë nga shumica e përgjegjësia e së cilës është më e madhe atyre. E para është vërtet elementare të dihet se procesi i zgjedhjes së presidentit është një proces i cili duhet kulmoj me një marrëveshje në të cilën seancë duhet të shkohet për të votuar. Edhe këtë marrëveshje nuk është arritur. Tani nuk ka mundësi se si të marrim ose të mbajmë një seancë pa një marrëveshje sepse s'ka vota, nuk ka shumicë. Presidenti duhet t'i marrë votat e kërkuara me kushtetutë dhe kërkohet një shumicë e gjerë. Prandaj nuk është improvizim i minutave të fundit. Unë ju thash që LDK-ja e ka vu gatishmërinë për marrëveshje politike, ka marrë pjesë në negocim, ka marrë pjesë në dialog, vetëm se për me i dhanë një president shtetit tonë, kemi qenë të gatshëm të ofrojmë gjithçka që ka qenë në kompetenca tona, në fuqinë tonë politike, por ju e keni parë edhe gjithë procesin që shpesh është thënë jo si keni numrat, jo nuk jeni mjaftueshëm. Ju thash, LDK-ja nuk shkon në seancë pa pasur një marrëveshje për emrin të cilin duhet ta votoj. Kështu që LDK-ja pa marrëveshje politike nuk shkon në seancën për presidentin sepse është e palogjikshme. Ju e dini që edhe një ditë përpara kemi thënë që jemi të gatshëm për t'i dhënë shtetit president, madje të arrijmë marrëveshje, madje të propozojmë emra, po gjithsesi ta përkrahim një kandidat me marrëveshje. Këtë nuk e kishim fatkeqësisht, prandaj kjo është ajo që kemi mund të bëjmë deri në këtë fazë. Edhe nuk mundem me fol për hipotetike, situata hipotetike në të cilat vërtet nuk janë duke ndodhur. Shikoni, ne sot jemi thirrur për një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar për presidentin, por nuk është seanca duhet rezultojë me zgjedhjen e presidentit e jo të diskutojmë rreth çka. A i ka LDK-ja votat? A i ka 15 vota? LDK-ja i ka 15 vota. LDK-ja i ka 15 vota për një marrëveshje politike dhe për kandidatin që LDK-ja e propozon për president. Faleminderit për gjitha pyetjet, dëgjojmë pastaj.